Do t'ju themi diçka shumë të bukur që ka ndodhur në kohën e profetit Muhammed alayhis salam. Njerëzit e varfër shkojnë një ditë tek profeti edhe ankohen. Thojnë oj dërguami i Zotit. Ato të cilët janë të pasur, bëjnë shumë sadaka, lëmosh, ndihmojnë njerëzit, kanë mundësi të bëjnë vepra të mira. Kudo ato janë prezent me mirësi edhe me vepra të mira që e kënaqin Zotin. Po ne që jemi të varfër, po ne që s'kemi mundësi të bëjmë to të mira, pse ato të kenë më shumë shpërblim se sa ne? Dhe pejgamberi alayhis salam si gjithmonë që gjente zgjidhje i thotë do t'ju tregoj diçka që do të arrini gradën e tyre. Mas çdo namazi që falni, thoni 33 herë subhanallah, i patmeta është Zoti dhe i lartësuar. Thoni 33 herë alhamdulillah, gjitha falënderimet i takojnë Zotit. Dhe thoni 33 herë Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Janë kënaqur dhe vazhdoi jeta. Shkonin u falnin në xhami dhe mbasi mbaron namazi thoni nga 33 herë ato përmendje që pejgamberi i kishte mësuar. Por qelluan që afër tyre ishin ato që ishin të pasur. Dhe i thanë çfarë po veproni? I thanë na ka mësuar pejgamberi alayhis salam këtë gjë. Dhe filluan dha ato ta bëjnë. Dhe të varfrit shkojnë prapë tek profeti dhe i ankohen. I thojnë oj dërguami i Zotit, të pasurit e morën vesh atë që ti na mësove dhe ato po e bëjnë bashkë me ne. Atëherë ku është merita jonë? Dhe pejgamberi alayhis salam thotë dhalike fadlullahi yutihi me yasha, këto janë mirësitë të madhit Zot që ja jep atyre që dëshiron. Dhe gjëja më e bukur që mësojmë nga kjo është që të pasur apo të varfër ato kishin një qëllim, që të bënin sa më shumë vepra të mira. Prandaj vlla dhe motër të begatoftë i madh i Zot mos i vlerëso atë që quhen edhkar, dhikri, përmendja e Zotit. Subhanallah sa më shumë, që do thotë Zoti i gjithësisë është i patmeta dhe shumë i lavdëruar. Elhamdulillah sa pejgamberi alayhis salam 33 herë do të thotë gjitha falënderimet i takojnë Zotit. A ka gjë më të madhe që duhet bëjmë në këtë botë se sa për të gjitha këto mirësi që na rrethojnë ne të themi të gjitha falënderimet takojnë ty i madhi Zot dhe Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Pse e përmendi edhe këtë pejgamberi alayhis salam? Sepse ne shpesh herë gënjehemi me këtë botë. Na duken të mëdhenj njerëzit, na duket e madhe shumë pasuria, na duket i madh pushteti. Ne gënjehemi sepse nuk e kemi regjistruar, memorizuar fuqishëm në memorien tonë dhe në zemrën tonë që më i madhi është Zoti i universit. Kur ta bëjmë në atë më të madhin, gjërat e tjera do na duken të vogla ashtu siç janë. Dhe duke e njohur Zotin që është më i madhi, ne i japim vendin që meriton ai. Dhe duke e ditë se sa i madh është Zoti, nuk i madhërojmë zotrat e rrejshëm të tokës, po bëhemi musliman të mirë që na kënaqet zemra dhe shpirti duke e përmend të madhin Zot. Pra si pas transmetimit, qofshi varfër, qofshi mesatar, apo qofshi pastër, apo qofshi pasur, ti duhet patjetër që të përmendësh të madhin Zot edhe të bësh vepra të mira. Urtësia e fundit e këtij hadithi që ne po themi kush është? Që nuk ka rëndësi çfarë pozicioni ke në shoqëri. A je i varfër, a je i pasur, a je mesatar, a je me pushtet, a je pa pushtet. Islami na mësoi një gjë që janë gjithë barabartë ndaj saj. Na mësoi neve besimin edhe veprat e mira. Nuk ka rëndësi çfarë pozicioni ke. Rëndësi ka a je më i miri në vepra? A je ai i cili po punon më shumë mirësi? Po, atëherë ti je i pari i kësaj bote. Zoti thotë në Kur'an inna akramakum indallahi atqakum, më i miri ndër ju është ai që është më i devotshëm. Zoti u begatoft dhe na bof nga ato që e përmendin shumë ato amin.